Kam kënaqësinë të nënvizoj sot se është arritur të jepet një goditje e rëndësishme një prej grupeve kriminale më të fuqishme në Shqipëri, për të cilin ka dyshimet të forta se ishte i përfshirë në trafikun ndërkombëtar të drogave të fortave dhe në pastrimin e parave. Ky operacion i mbështetur nga hetime të thelluara dhe nga një shkëmbim efektiv informacioni ndërinstitucional është një dëshmi e qartë e asaj që mund të arrihet kur institucionet e drejtësisë dhe strukturat e zbatimit të ligjit bashkëpunojnë me besim të ndërsjellë, profesionalizëm dhe përkushtim. Me lejoni të shpreh mirënjohjen time për prokurorët e posaçëm të SPAK, hetuesit e BPH-s, Policinë e Shtetit, si dhe në mënyrë të veçantë për partnerët tanë italian që sot ndodhen mes nesh dhe që kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në këtë hetim të përbashkët. Një falënderim i veçantë për Eurojust dhe Europol për mbështetjen e dhënë gjatë hetimeve të kryera në kuadër të kësaj skuadre të përbashkët hetimore të ndërtuar me provërinë e Barit.